sektori privat, mos harroni të dashur punëtor, që në sektorin privat sot është hap aplikimi për shtesën e njëhershme 100 euro. Ky ka qenë zotimi yni për vendimet e qeverisë Kurthi 3. Ta shvepini po që është përna akuzojnë e përna sulmojnë, pse pe i përmbushim ne zotimet tona që i kemi dhënë nda juve. Se këta e në mësumës pe i përmbush zotimet, por na i përmbushim zotimet. Krejt çfarë bëjmë ne është përmbushje zotimeve tona. Pra, të gjitha brimat e piskamat që i nini nga akuzat e sulmit kundër neve, janë vetëse realizim i zotimeve tona. Ne juve ju duam sinqerisht, ne punën e marrim seriozisht, prandaj edhe atë që zotohemi e realizojmë dhe e realizojmë sepse jemi zotuar nga ju.